Politika dhe protesta sigurisht vjen të mbetet në aktualitetin më të rëndësishëm të ditës tonë. Ka zhvillime ditë pas dite, por nuk ka ende një marrëveshje. Për të folur për gjitha këto me mua në studio është zoti Dritan Shano, është koordinator kombëtar i Partisë Demokratike. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Zoti Shano, një komentin tuaj për sa i përket, le të themi, vlerësimit ose të paktën gjykata kushtetuese mori në konsiderat disa nga ankimimet që keni bërë në 5 pika për sa i përket ligjit për qeverisin e organeve të drejtësisë. Le të themi që është një ndër më të rëndësishmit të kësaj reforme, edhe pse ju konsiderojnë, le të themi, partia që nuk e do reformën dhe nuk e do as vetingun. Çfarë lajmi është ky? Mendoni prisni një vendim pozitiv nga gjykata kushtetuese? Çfarë prisni? Shpresoj që po. Shpresoj që gjykata kushtetuese do ruaj kushtetueshmërinë e atij akti të 22 korrikut të vitit që shkoi. Natyrisht ne kemi ankimuar dhe do vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë gjithmonë, sepse e ndjejmë veten që është detyra jonë të jemi roje e kushtetueshmërisë të drejtësisë edhe të gjithë tentativës që po bën majoranca për ta vënë nën kontroll atë. Janë 5 pika që ju kundërshtoni. Shkurtimisht në principi është një, në fakt, domethënë ne kundërshtojmë tentativën për të vënë nën kontroll, por pikat kanë të bëjnë me sistemin e mrimeve që deformohet, pra vendosen disa filtra jo kushtetues, pra që nuk ishin në pjesën kushtetuese që u miratua vjet në verë. Pra shtohet avokati i popullit edhe fakulteti, kam idenë në përzgjedhjen e antarëve të KLG-s dhe KLP-s, çka tregon që majoranca ka gjithmonë nevojë ta kufizojë dhe përkufizojë në favorin e vet të gjithë prurjen, duke mos ia lënë kuvendit në dorë për zgjedhjen e kandidaturave. Pra, tenton ta minimizojë sa të mundi dhe ta influencojë sa të mundi më shumë. Kërkon që të ketë hapësira për të pas vetë ndërhyrë për të bërë ndërhyrjet e saj. Absolutisht po. Vazhdon me një përcaktim të rasteve që ne nuk na shkon, domethënë, kur janë përgjegjësitë e antarëve, sepse është mjaft evazive. Shkolla Magjistraturës është futur si paketë në këtë ligj që në fakt nuk i takon fare atje. I ndryshon kompetencat këtyre KLG-s dhe KLP-s për sa i përket emrimeve edhe apo masave që ata marrin ndaj gjyqtarëve dhe përveç të tjerave në fundit fare masë që neve kontestojmë është pjesëmarrja e ministrit të drejtësisë në mbledhjet e KLP-s. Të gjitha këto janë tentativa realisht për ta vënë në një kontroll të përhershëm sistemin e drejtësisë, një gjë që cilën ne nuk jemi dakord. Nuk ka se si të jemi dakord dhe një nga arsyet më madhore pse ne sot jemi në çadër është pikërisht kjo gjë. Po nëse gjykata kushtetuese, le të themi, rrëzon ankimet tuaja, do të merrni masa, do të merrni, nuk e di se çfarë u ka ngelur tjetër të bëni përderisa tani keni bllokuar. Do vazhdojmë rrugën tonë, domethënë sepse liria është një gjë për të cilën do të jesh gjithmonë vigjilent dhe është detyrë e çdo qytetari dhe natyrisht edhe partive që janë sidomos në opozitë, kushdo qofshin ato, për ta ruajtur këtë gjë. Kalojmë pak tek zgjedhjet. Ju nuk e di, të paktën në deklarata nuk kuptohet nëse do hyni apo nuk do hyni në zgjedhje. Ju thoni thjesht që nuk do bëjmë zgjedhje me Edi Ramën, por nëse do merrni pjesë ose jo, përgjigjet të paktën nga zoti Basha, që është dhe kryetari i Partisë Demokratike, janë evazive. Por Lëvizja Socialiste për Integrim u regjistrua sot në KQZ, pati dhe një deklaratë nga zoti Ruçi që tha me ose pa lëse ne do të hyjmë në zgjedhje, duke lënë të kuptohet se ka pasur një shpresë nga Partia Demokratike që LSI-ja të mbështeste kauzën tuaj. Nuk mendoj që ju mund të gjeni shpresën e Partisë Demokratike tek fjalët e zotit Ruçi. Ne nuk kemi ndonjë shpresë. Kishte dhënë sinjale vetë LSI-ja që edhe mund. Po kjo është liria e LSI-s, ajo mund të japi. Dhe ju do përfitonit nga kjo, sigurisht që do përfitonit. Ne ndjekim rrugën tonë me një koherencë dhe konsistencë të palëvizshme dhe çdo gjë që shton, amplifikon, plotson këtë vullnet tonin të shprehur tashmë prej 39 ditësh, për ne është e mirë se ardhur. Por, ne nuk ishim absolutisht asnjë lloj kalkulimi apo shprese që një parti e majorancës së sotme do tentonte të shkëputej nga pushteti dhe nga të mirat që ky lloj pushteti që po shkon drejt monokraturës prodhon për to. Kështu që nuk është se kishim një surprizë madhe tek LSI-ja vendosi të merrte pjesë në zgjedhje, edhe pse u shpreh që nuk ka zgjedhje pa opozitën etj me radhë. Praktikisht LSI-ja tentoi të demonstronte një vetdije që sistemi politik i një vendi mbahet nga majoranca dhe nga opozita, dhe kur majoranca eliminon njërën këmbë, i gjithë sistemi ka rënë,
por me ç'duket nevoja për pushtet është shumë herë më e madhe se sa ruajtja e kushtetueshmërisë. Do merrni pjesë në zgjedhje tani? Nuk do marrim pjesë në zgjedhje me Edi Ramën kryeministër. I vetmi rast që Partia Demokratike merr pjesë në zgjedhje është mbas një qeverie teknike e cila të garantojë zgjedhje të lira të ndershme. Nuk ka asnjë ekuivok në këtë mes, nuk ka pas që ditën e parë asnjë ekuivok në këtë mes, edhe pse të gjithë kanë shpresuar që do lodheshim. Ju keni shpresa për qeveri teknike? Ne vazhdojmë të këmbgulim që çfarë ju çon përpara? është vendosmëria dhe vullneti ynë edhe ndershmëria e asaj që ne artikulojmë politikisht. Disa e kanë konsideruar vetvrasje politike këtë që po bëni, për shkak se nuk po angazhoheni për fushat. Natyrisht që do ta konsiderojmë vetvrasje politike, përkundrazi, për ne është një qëndres politike në ruajtje të demokracisë. Nuk ka asnjë interpretim tjetër kjo gjë. Tentativat për ta quajtur vetvrasje politike janë pikërisht për të rritur presionin në kuriz, për të thënë që ne nuk po përfaqësojmë njerëzit, përkundrazi unë mendoj që ne po përfaqësojmë gjithë shqiptarët në të mes, edhe socialistët. Tishano, janë bërë disa deklarata kohët e fundit nga ndërkombëtarët, përfaqësues të disa vendeve brenda, por edhe nga jashtë, përfaqësues të institucioneve të rëndësishme të Bashkimit Evropian, që ju të praktisni bojkotin, të ktheni në kuvend, por ndërkohë qëndroni në çadër, vazhdoni me kauzat tuaja. Duke ignoruar këto thirrje shpeshherë dhe hapur, a rrezikoni, le të themi, që t'ju kthehen në bumerang? Unë nuk mendoj që ne rrezikojmë. Marrëdhënia jonë e parë është me rendin kushtetues. Mendoni se nuk ka kosto? Me demokracinë natyrisht që ka kosto. Natyrisht që ka kosto, por është një kosto të cilën ne jemi të gatshëm ta marrim, sepse besojmë fort tek pastërtia e asaj që propozojmë dhe asaj që kërkojmë. Dhe koston që jemi gati të paguajmë kemi me qytetarë shqiptarë kudo që janë, me ata njerëz që duan të ndërtojnë një të ardhmen në Shqipëri, dhe natyrisht ndërkombëtarët i mirëpresim të gjithë kontributet e tyre. Ata po demonstrojnë që kanë një vështirësi të kuptuarit se çfarë realisht ndodh në Shqipëri në këto momente, sepse natyrisht që bojkoti nuk është një metodë mirë dialogu politik apo pjesëmarrjen politik, por nuk mund të neglizhojmë faktin që ne kemi një parlament i cili demonstroi që është i gatshëm ta eliminojë opozitën sapo ka rastin më të parë, siç ishte votimi i 6 ligjeve të reformës në drejtësi në datën 31 gusht, një parlament të mbushur me njerëz të inkriminuar, të cilët synimin më të parë kanë rrugën e pushtetit, inkriminimin e mëtejshëm të tij e me radhë. Këto janë gjëra që ndërkombëtarët nuk i përjetojnë dot. Kanë kaluar shumë ditë dhe nuk është se mënyra juaj pati presionin ose ushtroi presionin e duhur ndaj qeverisë. Ju nuk arritët dot të paktën të plotësoni kërkesat tuaja. Tani në këtë situatë nuk është mirë të kontribuoni të paktën për reformën drejtësie? Unë mendoj që nuk mund të ketë drejtësi nga duar të inkriminuara, shenjat e gishtave të cilëve gjenden në komisariateve të Europës. Kjo është një herë e mirë ne vendosëm që nuk mund të ketë kjo drejtësia që duan shqiptarët. Kjo do ishte një drejtësi e helmuar, një drejtësi në shërbim të krimit, dhe ne do ishim thjesht një farsë dhe një fasad, një dekor i këtij procesi. Partia Socialiste Majoranca e quan, le të themi, një dorëzim pushteti qeverinë teknike. Dhe pse zoti Rama duhet ta dorëzoj këtë pushtet në kohë kur ai thotë që zgjedhjet do të jenë të lira dhe të ndershme, sepse është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ai që organizon. Komisioni i cili përbëhet edhe nga anëtarë të opozitës. Dhe e dyta, për sa i përket luftës së drogës, që ju keni ngritur shqetësim, zoti Rama thotë që 2017 është viti i fundit, më pas nuk do të ketë asnjë rënë kanabis. Praktikisht problemet u zgjidhen. Sa mirë do ishte kështu, por në fakt nuk janë këto. Domthonë garancitë që ne të besojmë zotin Rama janë zero, bile në nivelin e dedit, sepse kemi prova të mjaftueshme në këto 4 vjet që asgjë që ai u ka thënë shqiptarëve, u ka premtuar shqiptarëve, nuk e ka mbajtur, përkundrazi ka shkaktuar atyre kosto të tmerrshme, qoftë brenda vendit, qoftë jashtë vendit, kosto të cilat ne po tentojmë të rikuperojmë, edhe pse nga pozita inferiore në sensin e të qenit në opozit, por as pak inferiore në sensin e vullnetit të shprehur për të ruajtur demokracinë dhe rendin kushtetues. Këtu do të jetë shumë e qartë. Pse këmbgulni tek, ose pse kushtozoni gjithçka me qeverinë teknike? Sepse është vetëm mundësi për të prerë lidhjet e kësaj qeverie me krimin, me kanabisin, me keqpërdorimin e fondeve publike, të cilat në mënyrë direkte do përkthehen në tentativë. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër, janë ezauruar të gjitha opsionet e tjera, sepse të gjitha opsionet e tjera janë ezauruar. Është kjo kokëforsi e cila mund të legjitimojë të gjitha akuzat e Partisë Socialiste se kjo protest ishte për të forcuar pozitat e vet liderit Basha në Partinë Demokratike? Absolutisht jo. Lulzim Basha nuk ka pas asnjë nevojë të forcojë pozitat brenda Partisë Demokratike. I ka pas të forta që në momentin kur u zgjodh me një antar një vot,
Përkundrazi, ai kësaj radhe po tregon që është lider i gjithë shqiptarëve, jo thjesht i lider i Partisë Demokratike. Do të kuptoni një gjë, që çadra është në bulevard, është e vërtet, por çadra fillon në shtëpitë e çdo shqiptari, në xhepin e çdo shqiptari, xhepi marr peng nga krimi, që tenton ta manipulojë dhe ta pilotojë shqiptarin atje ku do ai. Atje ku i garantohet më shumë pushtet, atje ku i garantohet për shkak të këtij pushteti më shumë para, për më shumë pushtet, për më shumë para. Pati një takim të zotit të në fakt liderit të Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha, me ambasadorin amerikan në Tiranë Donald Lu, i cili vuri sërish në pikpyetje zotin Basha, sepse ishte një takim të cilin mbase duhet ta bënte zoti Basha. Unë mendoj që këto nuanca janë thjesht për të krijuar në një lajm. Leadershipi i zotit Basha është i pakontestuar. Aq më tepër vizita e tij e fundit në Shtetet e Bashkuara është një provë tjetër, jo një provë e re, apo është një gjë shtesë që tregon që kryetari i opozitës të një vendi me 2.8 milion banor arrin dhe pritet nga njerëzit më të rëndësishëm të Senatit dhe Kongresit. Sepse le themi këtu fakti që këto vizita mbas ose këto takime ishin diskrete, por janë hedhur shumë aludime. Që s'ka pasur fare takime, që ju se keni mbështetje me Trump. Po. Natyrisht, nuk ishte bënte dhe vajti të hante në një drek në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përkundrazi, kryetari Basha është pritur nga kryetarët të komisioneve të politikës jashtme, të mbrojtjes në Senat, në Kongres, dhe është pritur nga njerëz të administratës Trump në mënyrë të drejtë për drejtë. Fakti që Lulzim Basha kësaj radhe, në ndryshim nga gjithë kultura, trashëgimia shqiptare, nuk tregon fotografi, nuk tenton të thotë që sikundër pam, nuk jam gruaja e Bilalit, e të tjera, nuk do me thënë absolutisht asnjë gjë. Ne nuk jemi këtu për të plotësuar nevojat psikopatologjike apo ankthet që kanë qoftë partitë të tjera politike në raport me këtë gjë. Ju lutem, ju keni qenë dëshmitar në këto 2 ditë të një sulmi frenetik që kulmonte me frazat e kryeministit gënjeshtra 1, 2, tani unë kam të drejtën të them gënjeshtra 3, kush gënjen në këtë rast, e merad. Tashi, në këtë mes, le mos bëjmë shakara me të gjëra. Kryetari Basha shkon jo vetëm për të paraqitur kauzën tonë atje, po edhe për të rikuperuar atë terren të humbur nga shqiptarët për shkak sepse kryeministri Rama ka bërë të pabëra në oborin e Shtëpisë së Bardhë, në CNN, dhe është qeveria e parë shqiptare në 25 vjet që voton kundër Shtetet e Bashkuara në KB. Falenderoj që ishit në studio.